Egli drejt rikthimit në Big Brother VIP Albania zbulon detajet gazetari i njohur. Për të mos thënë gjithmonë largimet nga Big Brother VIP Albania janë më të zhurmshme se sa hyrjet brenda kësaj shtëpie, siç ndodhi edhe me Egli Takon. Largimi i papritur i saj ka pushtuar rrjetin, por pyetja më e madhe nga ndjekësit është se a do të mund të ndodhë një rikthim i saj? Ndonse që nga dalja reagimet e Eglit janë të rralla. Gazetari Ronaldo Sharka gjatë një interviste ka dhënë deklaratë të papritur. Ai shtoi se mund të kemi një rikthim të Eglit si banorët e viteve më parë, siç ishin Efi, Kiara dhe Bledi. Se a do të mund të ndodhë kjo, mbetet të shihet në vazhdim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.